Në aksin Librasht Porrenjas, peizazhi përreth ngjan me rrënoja të braktisura. Ura është e shembur, çarjet e rrugëve janë afro 1 metër të thella, ndërsa betoni është thërmuar. Arteria kryesore që lidh Tiranën me Juglindjen është e bllokuar prej disa ditësh, duke pezulluar lëvizjen e automjeteve e mallrave dhe duke shkaktuar dëme në ekonomi. Qytetarët, të mbetur të izoluar dhe pa akses në rrugë alternative, kanë gjetur një zgjidhje të lënë në harres prej 2200 vitesh, rrugën e Gnatja. Ishte shumë e largët rruga, kam gati 1 orë tani nga hotellishti për këtu. Shtatsirat kemi ne që të paguajmë, 1 orë rrugë, naftë, lere që rruga ishte shumë e keqe, e pa asfaltur, dëmtime mekanike pastaj, dëme makinë, shërbime duhen bërë. Na dëmton, kemi vuajtur shumë se nuk e nga Shkëmberi, rrugë ngushtë, i shumë herë mrapsh. Justifikimet e dhëna nga qeveria se rrugët ranë për shkaqe natyrore, duket se kanë bindur edhe një syresh qytetarësh. Këta bëjnë punimet ashtu sikur e kanë projekt. Mrapa me natyrën, me Zotin shtihet do të njëri besoj. Unë këtë rrugë kom bën shpesh herë. Edhe më përpara ka pas deformime asfalti për shembull, se rrëshit të veni. Edhe jo vetëm këtu, po edhe në kthesa të shef krapës kur zbret poshtë. Ne mund t'ja lejmë fajin kujt doje, po fajin se ma kush mrapa, se fajin e fukara.